Kompania Besa Shop mbetet një ndër kompanitë e vetme në Pollok e cila merret me reciklimin e mbeturinave të forta. Kjo kompani, e cila ndodhet në zonën industriale në Bogovinë, ka karakter multifunksional, sepse krahas veprimtarisë për asfaltim, gërmim, kanalizim dhe shkatrim të objekteve, transportin e mallrave, po ashtu merret me reciklimin e mbeturinave të forta. Pronari i kësaj kompanie, Fatmira Bazi, thotë se qëllimi kryesor kur është themeluar kompania ka qenë që të mbrohet ambienti, nga se gjithandej ka deponi me mbeturina të forta. Krahas makinerisë adekuate, kjo kompani ka marrë përvojë edhe nga vendet e Bashkimit Evropian. Ekspertë ndryshëm që të funksionojë sipas standardeve bashkëkohore në këtë sferë. I kemi 2 makina për reciklimin e mbeqeve inerte, dhe më thonë ku nuk besoj se do ketë mangeci në këtë drejtim. Ne do mundohemi sa do pak që të jemi të përgatitur për të pranuar edhe sasi më të mëdha të mbeqeve, pasi në mundsojnë teknologjia që i kemi. Dhe më thonë, parafërsisht njëna maqinë që është edhe re, e ka diku të 400 ton në orë për bluarjen e këtij mbeqeve, ku gjithçka në fillim do përdoret si për tamponim, ku hekurin nëpërmjet magnetit e ndan, kurse pjesa e betonit do përdoret si tampon. E kemi edhe tjetër maqinë si rezerv, ajo është diku të 250 ton në orë, dhe më thonë kur ti marrësh bashkërisht, Besa Shop ka një kapacitet për 650 ton në orë për reciklimin e mbeqeve inerte. Kështu që besoj që do jemi shumë stabil, besoj që do arrijmë të eliminojmë këto mbeqe gjithandaj ka janë këtu në Pollok. Kompania Besa Shop ka mbi 50 makineri të rënda. Pronari Abasi thotë se është dashur të kalojë 20 vite që kjo ëndër të bëhet realitet. Ai thotë se gjatë prishjes së objekteve të vjetra ka pasur mungesë të deponive adekuate dhe institucionet ishin pak të interesuara për ta zgjidhur këtë problem. Kështu që është detyruar vetë të furnizohet me makineri adekuate. Është projekt i cili ndihmon shumë në mbrojtjen e ambientit, në mbrojtjen e vendit, në mbrojtjen e pronave publike ku dihet si janë rrethanat në region, më saktësisht në Pollok, ku deponejt e egra, deponejt me materiale të ngurta i ke gjithandej, ku ne si kompani jemi munduar sa do kudo pak të eliminojmë këtë si dëkurej. Besoj se me avancimin e maqinerisë re, ne jemi shumë stabil, shumë konkurrent dhe besoj se dhe ja dalin. Ai tregoi se Besa Shop 90% e punëve i ka me sektorin privat. Sipas tij, riciklimi sjell shumë dobi në shumë sfera, ndërsa thotë se jemi shumë pas Europës në këtë drejtim. Punët tona janë të lidhura njëra me tjetrën shumë ngushtë. Do të thonë, në vend që të përdorim tampon, do të thonë prej separacioneve, prej firmave tjera, do të thonë ne do eliminojmë ato, do fokusohemi gjithçka të shkojë në reciklim. Ku reciklimin do e bëjmë në mënyrë shumë profesionale, që materiali të jetë adekuat, i duri dhe tamam për këtë punë. Në lidhje me mungesën e punëtorëve të viteve të fundit, po vërehet në Maqedoni, ai tha se Besa Shop nuk ka hasur në vështirësi dhe se kanë staf stabil dhe shumë profesionist.